Horoskopi ditor e premte 3 Korrik 2026. Dashi, si ju ashtu dhe ai që keni në krah do të jeni ëndërrimtar gjatë kësaj dite dhe do të kërkoni të përjetoni emocione të reja. Për këtë arsye do të ndiheni gati dhe për ndonjë aventurë të vogël. Beqarët nuk duhet ta privojnë veten për asgjë, sepse vetëm në këtë mënyrë do të marrin atë që kanë dëshiruar. Në planin financiar do të jeni tepër të kujdesshëm dhe do hidhni me kujdes hapat që do të bëni. Demi. Nuk duhet të ëndërroni më shumë se sa duhet sot ju të dashuruarit, sepse situata mund t'ju dalë tërësisht jashtë kontrollit në një moment të vetëm. Beqarët gjithashtu duhet i marrin gjërat sa më shtruar nëse nuk duan të përballen me zhgënjime. Gjithçka duhet të ndodhë në momentin e duhur. Gjendja e financave do të ketë her pas here disa tronditje. Mos shpenzoni shumë ambaramëndse. Binjakët. Jeta juaj në çift do të jetë shumë emocionuese gjatë kësaj dite. Gjërat do t'ju ecin ashtu si keni dashur dhe do të ndiheni gati për të hedhur çdo lloj hapi. Beqarët nuk do të kenë as pak një ditë të favorshme për të hedhur hapa më tej. Në planin financiar do t'i zgjidhni një nga një të gjitha problemet që keni patur dhe do të riorganizoni edhe një herë të ardhurat tuaja. Gaforia. Dielli do të ngrohë jetën tuaj në çift. Sot nuk do të jeni më egoist dhe nuk do të mendoni vetëm për të mirën vetjake. Që tani e tutje, gjithçka ka për të ecur si keni dëshiruar. Beqarët do të kenë një ditë të favorshme dhe të mbushur me njohje të reja. Shfrytëzoni çdo mundësi. Me financa tregohuni sa më të arsyeshëm që të mos keni probleme dhe vështirësi. Luani. Ditë të jetë është përqendruar kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Nuk do të merreni vesh as pak me atë që keni në krah dhe do të kërkoni gjithmonë të bëhet si thoni ju. Beqarët do të kenë disa takime interesante, por duhet të mendohen mirë në mënyrë që të bëjnë zgjedhjen e duhur. Të ardhurat do të kenë goxha përmirësime fal një plani strikt që do të ndiqni. Virgjëresha. Jeta juaj në çift do të jetë një prioritet për ju sot. Do të lini çdo gjë pas dore vetëm që të qëndroni më tepër kohë me partnerin dhe t'i shprehni atij ato që ndjeni. Beqarët do të jenë të turpshëm dhe nuk do të përfitojnë sa duhet nga ftesat që do t'ju bëhen. Në planin financiar mungesa e maturisë do t'ju kushtojë më shtrenjtë se kur më parë. Gjendja do të ketë vështirësi pafund. Peshorja. Ditë harmonike dhe mjaft e këndshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Mundohuni ta shfrytëzoni sa më shumë që të mundeni nëse doni të përjetoni kënaqësi pa limit. Beqarët duhet ta shfrytëzojnë në maksimum ditën, sepse mundësitë për takime të rëndësishme do të jenë të mëdha. Në planin financiar do të keni goxha vështirësi. Kujdes me çdo lloj hapi. Akrepi. Do të acarojni shpesh me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do të keni debate të njëpasnjëshme me të. Asgjë nuk do të jetë ashtu si ju e keni ëndërruar. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim breslënës. Bëni akoma më shumë durim. Me financat tregohuni të kujdesshëm të paktën derisa gjendja të stabilizohet. Shigjetari. Nuk do të keni asgjë për çfarë të qaheni sot ju të dashuruarit. Partneri do t'ju mbajë në pëllëm të dorës dhe do t'ju bëjë të ndiheni si mbi re. Beqarët do të kenë probleme serioze nëse tregohen impulsiv. Merrini gjërat sa më shtruar që të mundeni. Në planin financiar do të jeni me shumë fat dhe do e stabilizoni situatën më shpejt se sa keni menduar. Bricjapi. Jeta juaj në çift do të jetë me të vërtet mjaft pasionante sot. Do të merreni vesh për çdo gjë me personin që keni në krah dhe do t'i harroni të gjitha problemet e së shkuarës. Beqarët do të jenë ëndërrimtar më shumë se sa duhet dhe realiteti do t'ju duket më i dhimbshëm. Në planin financiar do të përballeni me vështirësi, megjithatë nuk duhet të mendoni se ky është fundi. Ujori. Do të mendoni të pajtoheni sot me personin që keni në krah dhe do t'i harroni të gjitha problemet e së shkuarës. Në fund të fundit edhe ju keni patur gabimet tuaja. Beqarët do të jenë të paduruar dhe do të pranojnë ftesën e parë që do t'ju bëhet. Kujdes, sepse mund të lëndohen mjaft.
Gjendja e financave nuk do të jetë as pak e keqe. Megjithatë, mirë është që çdo shpenzim ta kryeni të mirë menduar. Peshqit. Do t'i zgjidhni një nga një sot të gjitha problemet që keni kaluar në jetën tuaj në çift dhe do të ndiheni më të qetë. Mbrëmja do të jetë edhe më e këndshme. Beqarët nuk duhet të bëjnë çmenduri vetëm për të bërë për vete një person që pëlqejnë, sepse mund të lëndojnë veten e tyre. Në planin financiar gjërat duken se po përmirësohen. Vazhdoni të tregoheni të matur.